nëse në fillim s'keni sukses, ju jeni normal. Amen. Të gjithë do të dilni prej këtej duke u ndjerë më mirë për veten sonte, nga sa ndjeshit kur hyt. Sa nga ju hyn në këtë sallë sot duke u ndjerë fajtor për diçka? Në rregull, kjo është më mirë se 50% dhe ndoshta disa janë shumë të lodhur të ngrenë dorën, kështu ju thjesht nuk e ngritët. E dini, unë dua ta kujtoni këtë, ne jemi ndërtuar për faj. Perëndia nuk na ka krijuar apo nuk na ka projektuar në një mënyrë të tillë që ne të funksionojmë siç duhet me fajin. Dhe faji mund të ketë disa reaksione të kundërta, madje edhe për shëndetin tonë. Dhe faktikisht është vërtetuar se kur njerëzit ndjehen fajtor, kjo gjë prodhon disa hormone që çojnë në sëmundje. Njëherë kam qenë në një spital psikiatrik, shkova për t'i predikuar një grupi njerëzish dhe ende më kujtohet se atje kishte shumë njerëz që ecnin vërdall, duke thënë gjithçka ishte faji im. Gjithçka ishte faji im. Gjithçka ishte faji im. E dini, ju jeni të falur para se të mëkatoni. Sepse Jezusi tashmë ka paguar për të gjitha tëmeta dhe dobësitë tona. Dhe ajo që duhet të bëni është të pendoheni, të dëshironi të shkoni në drejtimin e duhur dhe pastaj thjesht të merrni atë që Perëndia tashmë ka siguruar. Mendoj se ndonjëherë ne kalojmë shumë kohë duke i kërkuar gjëra Perëndis, por nuk kalojmë kohë duke i marrë ato. Unë do t'ju sugjeroj juve sonte që të paktën 3 herë në ditë të thoni me zë të lartë, Perëndia më do mua. Dhe pastaj ndaluni dhe gëlltitini ato fjalë. Perëndia më do mua. Kur po përpiqesha të kapërceja abuzimin që kisha kaluar dhe isha ndjer keq për veten time për shumë vite. Dhe ka njerëz këtu sonte që thjesht ndjen keq për veten, nuk u pëlqen vetja. Kalojnë shumë kohë duke krahasuar veten me të tjerët dhe përpiqen të jenë si njerëzit e tjerë. Djalli ka siguruar ata se vërtet janë të çuditshëm sepse ata nuk janë si njerëzit e tjerë. Mirë, lavdi Perëndis nuk jemi si gjithë të tjerët, sa e mërzitshme do t'ishte bota, sikur të gjithë të ishim njësoj. Dhe unë dëgjoja se Perëndia më donte mua, por nuk e kuptoja këtë. E dini, ju mund të dëgjoni diçka dhe të dini se ju nevojitet, por përsëri nuk ndjeni sikur e keni atë gjë. Dhe unë jam luftëtare e rrëfimit të fjalës dhe deklarimit të fjalës me zë të lartë, sepse besoj se sa herë që ju dëgjoni diçka, edhe nëse dëgjoni veten tuaj, ju do ta ripërtërini mendjen. Dhe sa herë që ju bëni një rrëfim të mirë apo një të keq, ai do të hyjë në veshët tuaj dhe pastaj kthehet përsëri brenda jush. Kështu unë mendoj se ajo që besojmë për veten është shumë e rëndësishme se ajo që çdo kush tjetër beson për ne. Amen. Dhe kështu një nga gjërat që unë bëra, një nga gjërat, sepse janë shumë gjëra, por një nga gjërat që Perëndia më drejtoi të bëja dhe u deshën vërtet disa vite që unë ta kapërceja atë që kisha kaluar në fëmijëri. Por një nga gjërat që unë bëra ishte se shija veten në pasqyrë, në një pasqyrë të madhe, dhe drejtoja gishtin te vetja dhe thosha, Perëndia të do ty. Dhe duhet ta bëni këtë derisa të merrni atë zbulesë. Është diçka që e dëgjojmë gjithkohon në kish. Dhe unë e njoh Joelin mjaftueshëm sa të di se ju e dëgjoni këtë në ndonjë mënyrë apo ndonjë formë në çdo shërbes kur jeni këtu. Dhe unë mendova për këtë, kur po mendoja që ta filloja mesazhin tim me këtë gjë, por s'ka rëndësi sa herë keni dëgjuar. Derisa ta kuptoni, duhet të vazhdoni ta dëgjoni më shpesh, e më shpesh, e më shpesh. Dhe Bibla thotë se kur e dim se jemi të dashur, nuk do të jetojmë me frikë. Dashuria e përsosur dhe vetëm Perëndia mund të na jap këtë, e nxjerr jashtë frikën, sepse ne e dim se nëse ai na do aq shumë sa dërgoi birin e tij të vdiste dhe të vuante për ne, atëherë me siguri ai do të kujdeset për ne në çdo situatë që na vjen përballë në jetë nëse i besojmë atij. Amen. Ju
jeni në duar të sigurta. Është normale të mos jesh i përsosur dhe të bësh gabime. Mateu kapitulli 22, 36 deri në 39. Thot, mësue, cili është urdhërimi i madh i ligjit? Dhe Jezusi i tha, duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi. Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Kështu unë besoj se dashuria që Perëndia ka për ne dhe na jep neve, duhet të jetë një cikël në jetën tonë që ne punojmë me Perëndin për ta plotësuar. Perëndia na do ne e marrim atë dashuri, e cila është baraz me dashurinë për veten tonë në mënyrë të balancuar. Po, unë thash se duhet ta doni veten në mënyrë të balancuar. Po, unë thash se duhet ta doni veten tuaj. Ne sikur mendojmë se ndoshta ka diçka që nuk shkon. Mendojmë, nuk di ç'të them, nuk e di. Nuk thash dashuroni veten tuaj. Thash duajni veten tuaj, nëse Perëndia mund të na dojë ne. Sigurisht që ne mund ta duam veten. Një herë unë dola para shërbesës së kishës me një shoqen time. Herët në ecjen time me Perëndin për të marrë një lutje dhe pastori e pyeti se për çfarë donte që të lutej dhe ajo tha e urrej veten. Dhe ai pati një reagim të çuditshëm. Ai vuri dy duart në mes dhe tha: "Kush mendon se je ti?" Pasi Perëndia dërgoi birin e tij të vuante dhe të vdiste për ty në atë mënyrë, dhe pasi ai të do ty kaq shumë dhe pa asnjë kusht, kush je ti që ta urresh veten? Dhe kështu ju duhet ta shihni me këtë sy. Dëgjoni, ne harrojmë ndonjëherë se çfarë ka bërë Perëndia për ne në Krishtin. Dhe isha duke menduar faktikisht për këtë gjatë adhurimit. Unë do të bëj një mësim me titull "Çfarë do të thotë të jesh i rilindur?" Dhe shumë njerëz ndoshta mendojnë, po s'kam nevojë për këtë, unë jam i rilindur, por unë mendoj se shumica e njerëzve nuk e dinë të vërtetë se çfarë kanë. Unë mendoj se ne do të kishim më shumë fitore në jetën tonë, nëse vërtet do të kuptonim se çfarë do të thotë të kemi Perëndin që jeton në brendësinë tonë dhe ta kemi atë si partnerin tonë në jetë dhe vërtet të besojmë disa nga gjërat që këndojmë në shërbesa, si e njëjta fuqi që ngritja atë prej së vdekurit banon në ju. Dhe sinqerisht, këto janë gjërat për të cilat duhet të mendojmë dhe jo për çdo gjë që nuk shkon me ne gjithkohën. Ju nuk duhet të jeni të shqetësuar nëse ka diçka në ju që ka nevojë ta korrigjoni. Perëndia do t'ju tregojë. Por bindja e tij nuk duhet të bëhet kurrë një dënim. Nëse Perëndia ju bind ju dhe ju filloni të ndiheni fajtor për këtë, nuk mund ta kapërceni. Perëndia s'do t'ju bind kurrë për diçka që është e gabuar nëse ai nuk është gati t'ju ndihmojë ta kapërceni. Sa nga ju e bëjnë këtë, ju ndiheni sikur jeni në faj për diçka dhe dëgjoni një predikim, e mendoni, po, dhe largoheni përsëri duke u ndjer fajtor. Mirë, kjo nuk është të pranosh korrigjimin. Të pranosh korrigjimin është të thuash e di Zot, ke të drejtë. Dhe e dini, korrigjimi është thjesht drejtim, nuk është refuzim. Kujtojeni këtë, korrigjimi nuk është refuzim, por është drejtim. Ne bëjmë mirë ta falenderojmë Perëndin që na do aq shumë sa të na tregoj se çfarë nuk shkon me ne. Dhe a nuk do të zemroheshit po të ishit vetëm në këtë gjendje që jeni tani dhe të mendonit se kur nuk do të ndryshonit e të ishit gjithmonë kështu? Jo, e dua këtë, Perëndi ma trego, më bind mua, më trego se çfarë nuk shkon në mua. E dini pse? Unë e di se është vërtet Perëndia që më do shumë. Më parun mendoja, mos, një gjë tjetër që nuk shkon me Joyce-in. Por pastaj më në fund mësova se është vërtet Perëndia i cili po na tregon se ai na do ne. Amen. Forca, mund të dukeni pak më të lumtur se kaq.
E vutre se thue duaj të afërmin por si vetveten. Ju nuk mund ta doni dikë tjetër nëse nuk doni veten tuaj. Mua mu desh kota mësoja këtë, unë shkoja në kish dhe gjoja mesazhet për ecje në dashuri dhe përpiqesha vërtet shumë që t'i doja njerëzit. Dhe ata vetëm më zemronin. Dhe unë doja t'i ndryshoja të gjithë. Ju po qeshni se e dini që është e vërtet. Por nuk e kuptoja se edhe pse dëshiroja shumë nuk mund ta bëja dhe Perëndia më mësoi se kjo ndodhte nga që nuk e doja veten. Mund ta kem thënë këtë, por mendoj se ja vlen ta përsëris. Ju nuk mund të jepni diçka nëse nuk e keni atë. Disa nga ju duhet të jenë pak më të mëshirshëm me veten. Dhe nëse do të ishit pak më të mëshirshëm me veten, do të mund të tregonit pak më shumë mëshirë ndaj të tjerëve. Disa duhet ta falin veten për të gjitha ato gjëra që kanë kundër vetes, sepse Perëndia i ka falur që herën e parë që i kërkuan falje. Amen. Mjafti folët Perëndis për gjëra që ai ka harruar. Bibla thot se ai na fal ne dhe ai e harron atë gjë dhe ai e largon mëkatin ton aq larg sa që është lindja nga perëndimi. Kështu mjafti folët Perëndis për gjëra që ai tashmë nuk i kujton më. Forca. Dikush që po më dëgjon sot duhet të bëhet i lirë. Por Perëndia e tregon Romakëve 5:8, por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Thjesht imagjinoni. Kur ishit në një lokal e rrinit me ata njerëz që nuk duhet të ishit, duke bërë të gjitha gjërat e gabuara, dhe përfshiheshit në imoralitet, nuk doni t'ia dinit për Perëndin. Jezusi vdiq për ju. Është e pakushtëzuar. Ai nuk na do ne nga që jemi të denjë për të dashur. Ai na do sepse ai është dashuri dhe dashuria duhet ta jap veten e saj. S'mund të bëj asgjë tjetër. Dashuria duhet ta jap veten e saj. Ka një shkrim vërtet të mrekullueshëm në Bibël për dashurinë, është diçka që unë ju sugjeroj ta studioni. Po ju lexoj dy vargje nga Psalmi 139. Por ti ke formuar të përbrendshmet e mia. Ti më ke endur në barkun e nënësime. Unë do të kremtoj. Ky është Davidi. Unë do të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar. Veprat e tua janë të mrekullueshme dhe unë e di shumë mirë këtë. Kështu kjo mua më duket sikur Davidi po thot, unë jam i mrekullueshëm. E po, sa herë që unë përpiqem t'ju bëj të thoni apo mendoni diçka të mirë për veten, ju heshtni. Ju jeni të veçantë, jeni unik, jeni të mrekullueshëm, sepse Perëndia nuk krijon gjëra pa vlerë. Sa nga ju besojnë se Perëndia ju ka krijuar? Në rregull. Sa nga ju besojnë se Perëndia është dhe bën gjëra të mrekullueshme? Në rregull. Atëherë pse mendoni se kjo ju përjashton ju? Po, kjo është pyetje e mirë, faleminderit vëlla. Kjo është një pyetje vërtet e mirë. Tani, unë do të them disa gjëra sonte që shpresoj që t'ju bëjnë të mendoni kur të shkoni në shtëpi. John Maxwell thotë se mund të dështojmë duke ecur përpara. Çfarë do të thotë me këtë? Ai do të thotë se kur ne dështojmë në diçka, nëse jemi të gatshëm të mësojmë nga gabimet tona, kjo gjë mund të na ndihmojë për gjatë rrugës ku po ecim në jetë dhe në ecjen ton me Perëndin. Por tani dëgjoni, për sa kohë që ju do të ndjeni fajtor për dështimin apo gabimin tuaj, ju nuk mund të mësoni asgjë prej tij, kështu që thjesht do të vazhdoni ta bëni atë përsëri e përsëri e përsëri e përsëri. Dhe unë do ta them këtë përsëri sepse keni nevojë. Mirë, le të themi se nuk do ta përsëris këtë mesazh, por të themi se në një takim kam vendosur të bëj një mesazh për gjuhën. Dhe të gjithë në këtë sallë janë qortuar. Dhe ju e keni ndarë mendjen, dua të them se unë do të jemi kujdesshëm me fjalët që do të them.
unë e dëgjova këtë Zot, po dhe amen, por shkoni në shtëpi dhe ndjeni fajtor në lidhje me gjërat që keni thënë dhe si keni folur me njerëzit. Dhe kështu, nëse ju e bëni këtë, ai faj do t'ju pengoj nga të mësuarit ato që duhet të mësoni, që të përmirësoheni me anë të hirit të Perëndis, e të mos e bëni më atë gjë. Për sa kohë ju ndjeni fajtor për gabimet e së shkuarës suaj, nuk do të mund të mësoni prej tyre, do të vazhdoni të përsërisni ato. Ndoshta edhe një herë tjetër dhe do ta kuptoni. Kjo është realisht një e vërtet shumë e thellë. Sepse dëgjoni, ne mendojmë se duhet të ndihemi fajtor. Bibla thotë të pikëllohemi për mëkatet, por ka një kohë për të vajtuar, por ka dhe një kohë për të harruar. Unë nuk po sugjeroj që t'i marrim lehtë mëkatet tona dhe thjesht të qeshim e të tallemi. Natyrisht nëse e doni Perëndin do të pikëlloheni nëse ndjeni se keni bërë diçka që e ka lënduar. Por ju me shpejtësi mund të merrni hirin e Perëndisë dhe ta falenderoni atë që ju a tregoi këtë. Nuk ka përse të ndiheni fajtor, dhe nëse ndiheni, përsa kohë të ndiheni fajtor për gabimet tuaja, nuk do të mësoni asgjë prej tyre dhe ju do të vazhdoni t'i përsërisni ato e t'i bëni vazhdimisht e vazhdimisht e vazhdimisht. Mendoj se më në fund ndoshta fillua të më dëgjoni. A mund të më dëgjoni ju atje? Në rregull. Unë kam edhe një gjë tjetër për ju që vërtet do t'ua plas fluskën fetare. Dështimi nuk është final dhe nuk është fatal. Në të vërtet nuk është mënyra si filloni, por si përfundoni ajo që bën ndryshimin në jetë. Dështimi është pjesë e gjendjes njerëzore. Nëse bëni gabime, ju jeni normal. Unë kisha një problem me dobësinë, sepse nëna ime kishte një natyrë shumë të dobët, ajo ishte e trembur dhe kishte frikë nga i matë, dhe kështu ajo e dinte se ai ishte duke më abuzuar mua, por ajo nuk bëri asgjë që të më mbronte nga ai. Dhe kështu, fatmirësisht, unë nuk e përçmova në nëntime, më duket se kam një lloj mirëkuptimi se ajo nuk ishte ç'të por unë e urreja dobësinë. Dhe unë vendosa se kur nuk do t'isha ashtu, dhe se unë do t'isha e fortë, dhe se unë do të ngrihesha kundër gjërave. Dhe po ju them diçka, kur unë fillova ecjen me Perëndin, dhe ai filloi të më tregonte gjëra që unë duhet t'ia dorëzoja atij e ta lejoja të më ndihmonte, dhe më besoni, nga ajo që kisha kaluar, unë isha vërtet një grua rrëmuj. Dhe unë kisha nevojë për çdo ndihmë që mund të merrja. Por nuk mund ta duroja dot nëse dështoja, apo nëse provoja diçka dhe ajo nuk funksiononte, apo nëse ishte e dukshme se I kisha besuar Perëndis dhe dilte se nuk ishte nga Perëndia. Nuk dija si të isha gabim, nuk dija se si të bëja gabime. Dhe më kujtohet kur Perëndia më tha, dhe ju mund të mendoni se duket e çuditshme, por ai tha, Joyce, ti e ke lejen për të patur dobësi. Tani dëgjoni, në fillim ju mendoni po prit një minutë tani, e dini, ju shkoni dhe u a thoni njerëzve këtë dhe ata mund të mendojnë se mund të bëjnë ç'të duan vetë. Jo, ja cili është thelbi, nëse ju e doni Perëndin, askush s'mund t'ju detyrojë të mëkatoni qëllimisht. Kështu unë mendoj se mund të qëndroj këtu lart dhe t'ju jap pak liri që do t'ju ndihmoj të jeni personi që doni të jeni, dhe unë po ju them juve se ju nuk do të esni që tani e deri në fund të jetës suaj duke mos bërë kur gabime. Më vjen keq. Por ka një ndryshim, tani kjo është deklaratë e rëndësishme. Ka një ndryshim të madh midis dobësisë dhe ligësisë. Nëse keni një zemër të ligë, do të keni probleme me Perëndin. Por nëse keni disa dobësi, kjo është arsyeja pse ai dërgoi Jezusin.
A nuk e kuptojmë se nëse nuk do të kishim asnjë dobësi e mund të bënim gjithçka e të ishim të fortë në çdo fushë, nuk do të na nevojite Jezusi. Ai s'erdhi për të shëndoshët, erdhi për të sëmurët. Ai erdhi për ata që janë të sëmurë në shpirt, për ata që kanë dobësi, për ata që kanë probleme. Dhe është shumë çliruese kur ju mësoni se bota nuk do të shembet sa herë që ju bëni ndonjë gabim. Është e mrekullueshme kur jeni aq të lirë sa të thoni, unë mendova se dëgjova nga Perëndia, por e humba Perëndin. Sa çliruese është të jesh në gjendje të thuash haptazi, unë bëra një gabim, më vjen keq. Kjo mund të shpëtoj disa martesa po ta lejonit. E dini sa të bukura janë këto fjalë? Në vend që dy njerëz vetëm të grinden duke u përpjekur të provojnë se cili ka të drejtë? Djali im i madh Davidi ka qenë kështu, ai tha diçka disa vite më parë. Unë e tregoj ndonjëherë, ai tha e di çfarë, të kesh të drejtë vlerësohet sa si tepër. Ju nuk do të përfitoni aq shumë sa mendoni. Thjesht thoni e kisha gabim, më fal. Prapë sikur nuk po flisni shumë. Një person këtu duar trokiti paksa. Le të shohim disa njerëz. Mbreti Davidi ishte shkelës kurore dhe vrasës. Por Perëndia tha se Davidi ishte një njeri sipas zemrës së tij. Hajde merre vesh këtë gjë. Unë ndjeva se Perëndia më tha diçka sot dhe nëse ju e kuptoni këtë, edhe sikur të mos kuptoni asgjë tjetër. E di se do të më ndihmoj mua, do t'ju ndihmoj dhe ju. A e dini pse ai mund të thoshte këtë për Davidin edhe pse ai kaloi këtë kohë në jetën e tij kur vërtet tregoi dobësi dhe shkeli kurorën dhe pastaj u përpoq ta mbulonte këtë. Planifikoi vrasjen e burrit të Batshebës dhe gënjeu. Ju desh një vit i tërë që ai të arrinte në pendes. Ai e fshihte këtë dhe largohej prej saj. Po Pietri, ai e mohoi Krishtin 3 herë dhe përsëri u bë një nga apostujt më të mëdhenj. Ja çfarë më vuri Perëndia në zemër. Davidi bëri më shumë të drejtën në jetë se sa të gabuarën. Dhe unë mendoj se Perëndia kërkon gjithë zemrën tonë këtu. Një nga gjërat që më ndihmoi mua të mësoja si të pushoja, që kur unë po thuaj se u shkatërova disa vite më pare, duhet të mësoja se nuk mund të punoja si njeri i çmendur gjithmonë. Dhe një nga gjërat që më ndihmoi të pushoja ishte se Perëndia tha, shiko gjithë këto që ke realizuar gjithë jetën dhe jo vetëm atë që ke realizuar sot. Nuk ka problem nëse nuk punoni një javë. Nuk ka problem nëse doni të shtrieni në koltuk e të shihni filma gjatë gjithë ditës. Nuk ka problem. Shikoni atë që keni bërë gjithë jetën tuaj dhe jo vetëm atë që keni bërë sot. Sa nga ju ndjen fajtor kur duan të pushojnë? Në rregull, po ju shoh. Bingo, ju tashmë duhet ishit bërë të lirë. Dhe unë do t'ju them diçka. Ju do të bëni më shumë të drejta në jetën tuaj se sa gabime. Ja vlen ta them këtë përsëri, ne nuk mund të japim atë që nuk e kemi për veten tonë. Nëse e kuptojmë dhe e pranojmë dashurinë e Perëndis, dashurinë e tij të plot për ne, ne do të jemi në gjendje t'ua japim atë të tjerëve me lehtësi.